Përshëndetje të nderuar miq, Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, pra SPAKU, kërkon heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe arrestimin e saj pra me burg masën e arrestit ose në shtëpi, pra arrest shtëpie. Kërkesa për heqjen e imunitetit është dorëzuar ditën e sotme parlamentit. Kjo ka shkaktuar reagime të shumta mbi gjyqta të kryeministrit Edi Rama, që ka cilësuar si hakmarrje të prokurorit. Në mos gaboj Dritan Prençi që ka këtë dosje, për shkak se gjykata kushtetuese e rrëzoi SPAKun dhe gjykatën e posaçme që e pezulluan Belinda Ballukun. Dhe menjëherë pas këtij vendimi, sipas kryeministrit, SPAKu është hakmarr duke kërkuar heqjen e imunitetit për numrin 2 të tij, pra zëvendës kryeministrin, për ta çuar më pas në burg ose në arrest shtëpian. Reagimet kanë qenë edhe nga opozita që kanë cilësuar hap të vonuar, ndërkohë që tani betejë do të jetë gjitha në parlament. Për të parë se si do të përgjigjet kryeministri, a do ta lëshoj apo jo. Në parantezë për atë që ka deklaruar menjëherë pas këtij vendimi, ai ka thënë që tani është rradha jon për të bërë një mbrojtje ndryshe. Por çfarë ne kupton kjo? Për gjithë skenarët do të flasim me avokatin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit të Reforma Reale, miku i emisionit ton, me të cilin e kemi komentuar dhe e kemi ndjekur këtë çështje derisa arritëm në këtë pikë, të cilën ai jo më para pak se më larg se 2 ditësh e kishte parashikuar. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, ju nuk jeni i surprizuar. Thjesht është një imponim nga momenti ku Prokuroria e posaçme bëri një gabim të rëndë, që ishte gabimi i pezullimit të zëvendës kryeministres dhe nuk vajti që në fillim të bëj kërkesë në parlament për të matur dhe për të peshuar në aspektin e maturisë politike grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ai ishte e gatshme si grup parlamentar të bënte çfarë konkretisht, të miratonte a priori, pra pa asnjë rezervë, heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Pse them këtë gjë? Sepse nuk mundet në njëra anë të kemi zotin Rama, i cili thoshte ja kam dhënë unë shpatën Altin Dumanit dhe ne nuk komentojmë veprimtarinë e SPAKut. Dhe sot kur kemi të bëjmë me ngjarje të rënda të cilat vetë zoti Rama i kanë thënë dhe as nuk bëj pjesë atyre që unë përgëzoj apo të aprovoj komente të tilla, edhe duke thënë zoti Rama se SPAKu është institucioni i cili duhet punoj i pavarur dhe i panshëm. Po kur unë thosha që SPAKu po krijon statistika, SPAKu është një institucion i cili mbledh prova dhe nuk dënon njerëzit, zoti Rama thoshte që SPAKu është institucioni i cili u prit nga shqiptarët, sepse unë isha ai që e formova. Tani lind një pikpyetje e madhe. Zoti Rama çfarë të bëj? Do ta miratoj pa asnjë rezervë arrestimin e zonjës Balluku apo jo? Dhe këtë duhet përgjigjet zoti Rama. Dhe përveç kësaj, më lejon të parashtroj edhe një fakt tjetër që është shumë i rëndësishëm. Në rast se zoti Rama nuk do të japë autorizim, kemi të bëjmë pikërisht me një rast tjetër ku parlamenti, gjykata kushtetuese, prokuroria, gjykata e posaçme do të jenë vulnerabël. Pse? Sepse ligjvënësi nuk e normon në rast se parlamenti nuk jep autorizim, çfarë duhet të bëjë përsëri prokurori. Pra avokat, mbetet çështja e hapur që nëse kuvendi, Partia Socialiste rrëzon kërkesën e SPAKut, atëherë i lidh duart pra prokurorisë posaçme dhe gjykatës, nuk kanë mundësi që të reagojnë? Nuk kanë mundësi të veprojnë, sepse veprimi edhe sikur të jetë në kushtet e flagrancës, përsëri kërkohet autorizim nga kuvendi. Do të them me atë që unë them nga informacioni juridiko-politik, për shkak se ligjin e normon parlamenti dhe parlamenti përbëhet nga politikan, duhet të keni parasysh që ligjvënësi e ka lënë këtë gjë në mëshirë të fatit, që do të thotë nuk ka një dispozit posaçme e cila jep një rrugëzidhje. Aty ku nuk ekziston rrugëzidhja, zgjidhjen e mosmarrveshjet e jep gjykata. Tani, në rastin konkret do përfshihen 2 gjykata në të njëjtën kohë, gjykata e posaçme dhe gjykata kushtetuese. Dhe tani nuk do të jetë më ajo që ne themi kreu i ekzekutivit që do të kërkojë interpretim,
por e gjithë godina e kuvendit, pra parlamenti dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste duhet i drejtojnë gjykatës kushtetuese të bën një interpretim të neni 73 të kushtetutës në raport gjithmonë me kodin e procedurës penale. Pse them këtë gjë? Sepse gjykata kushtetuese Me shumë gjasa do ta çojmë komisionin e Venecias, avokat. po, dakord me të jam. Gjykata kushtetuese interpreton dispozitat kushtetuese, të cilat duhet të vinë në pajtim me kushtetutën. Aty e ka kompetencën e saj gjykata kushtetuese. Gjykata të zakonshme, përfshi edhe gjykatën e cila është e posaçme, ka për detyrë sipas fakteve dhe ligjit të interpretojë të drejtën mbi kushtetutën, pra në parimet kushtetuese, dhe gjykata e lartë është gjykata e ligjit, e cila për herë të parë në historinë e Republikës së Shqipërisë do të jap një këmbvështrim juridik për sa i përket kësaj dispozite. Por më lejoni t'ju them që ekzistojnë raste të mëparshme që autorizimi jepet një herë dhe prokurori mundet të bëjë çfarë do lloj gjëje sepse subjekti deputet nuk ka imunitet. Ose nuk do imunitet sepse në rastin e zonjës Balluku mund Partia Socialiste të refuzojë. Po do të them sekreti është ky, në rast se Partia Socialiste nuk e pranon, pra nuk jep autorizimin, automatikisht reforma në drejtësi bie në duart e Partisë Socialiste dhe direkt, faktike, jo thjesht loja e ndërkombëtarëve, po zoti Rama do të ketë atë që unë kam thënë vazhdimisht, kontrollin absolut dhe jo më relativ të reformës së drejtësi, ashtu siç e ka pasur dhe e ka ende. Pavarësisht të nderuar që ndjekni këtë lojë. Kjo lojë është e mirë, e rrezikshme, e fortë, por kërkohet maturi, kërkohet logjik dhe jo emocion. Avokat, kam dhe diçka të fundit në këtë bisedë të shpejtë, analizë të detajuar nga ana juaj. Të lutem më thuaj, a ka shanse që kemi një skenar tjetër që kryeministri ta pezullojë këtë në pritje të vendimit të 22 janarit? Pra, deri atëherë. Nuk lejohet sipas kodit të procedurës penale dhe sipas rregullorës së parlamentit të bëhet një pezullim i tij për shkak të urgjencës. Pra, roli i deputetëve të Komisionit të Rregullorës së Mandateve, duke u bazuar nga rregulloria e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, ka për detyrë taksative që brenda një afat të shkurtër, po jo më shumë se 72 orë, të dalin në një vendimarrje për sa i përket pjesës së miratimit apo jo, ose më mirë të raporteve që të nxjerrin dy grupet parlamentare ose 3 që janë në Parlament të Shqipërisë. Pra, zoti Rama nuk mund të bëjë një veprim të tillë. Dhe në rast se do ta bëj këtë veprim, për mendimin tim, do të jetë një autogol, sepse në fund fare zoti Rama bie ndesh me ato që ai vet ka thënë, ka cituar. Dhe në rast se e bën këtë gjë në sy të qytetarëve shqiptar, bie fakti konkret që arrestimi i zotit Erion Velia, arrestimi i zotit Ilir Meta, arrestimi i zotit Sali Berisha ka ndodhur për arsye dhe motivet politike për të ndihmuar Partinë Socialiste. Tani në këtë moment që zoti Rama hiqej sikur ka një problem të brendshëm brenda partisë që të jap justifikimin tek njerëzit që shikohet edhe tek mua erdhën sepse të tjerë thonë që unë i komandoj, do të thoja që duhet ta marrim me rezervim dhe të kujdesemi, sepse e vërteta është që në një moment të caktuar parlamenti duhet të japë një vendimarrje dhe nuk mund të bëhet një lojë për sa i përket lojës së Komisionit të Venecias. Prandaj për mendimin tim, komisioni mund të japë një raport opinion, po jo se komisioni do të japi një rekomandim detyruese. Avokat, lutem për ta mbyllur me një fjali, kë besoni ju më shumë që të jetë skenari më i mundshëm, Belinda Balluku vitin e ri ku e gjen? Ose më saktë ku e gjen vitin e ri Belinda Ballukun? Unë me kam thënë që nuk uroj tek asnjë person, asnjë kufizim kur kemi të bëjmë me cenimin e prezumimit të pafajësisë, në rast se nuk jemi në kushtet e flagrancës
prokuroria e posaçme le të presë të gjykohet personi, në fund fare le të hetohet dhe në fund fare të gjykohet dhe gjykata të vlerësoj, po një gjykatë e pavarur dhe e paanshme dhe jo një gjykatë e cila po imponon manualin e 1944, 1976, në 104 kushtetutës. Unë pse e them këtë gjë, e them se pikrisht Partia Socialiste ka të njëjtin manual, pavarësisht se subjekti i vet, pra drejtuesi politik, leadershipi i tij përdor viktimizimin dhe si në gjykatën kushtetuese, ashtu dhe tani zoti Rama do të luajë rolin e viktimës, ashtu si e lundem përpara ai diktatori i famshëm i Republikës së Shqipërisë. Prandaj unë them që shqiptarët duhet ta shikojnë me shumë kujdes dhe të bajnë vigjilencën absolute, sepse loja është shumë e rëndë, shumë e madhe dhe kërkon pjekuri politike dhe juridike, por edhe maturi qytetare që të kuptojmë që a do të jetë e vërtet kjo ngjarje e cila do të jetë në destinacion ashtu si çdo spaku, pra arrest në burg apo arrest në shtëpi, por e vërteta është që kjo mas sigurie që kërkohet, për mendimin tim nuk duhet të miratohet dhe zoti Rama duhet të na faktojë që ka mashtruar opinionin publik për reformën në drejtësi, sepse pikrisht reforma ka qenë manuali i tij. Edhe i trashëguar, një manual i trashëguar që ai e zbaton 100%. Avokat, ju jeni drejt për drejt, unë do ngulmoj për ta marrë përgjigjen, sepse e di që ju e keni. Çfarë përgjigje pret? Viti i ri. E thash, viti i ri për mendimin tim për zonjën Balluku është me zotin Rama, sepse zoti Rama do përdorë çdo mekanizëm që të bllokojë dhe për mua pra do jetë 2-0 për Ramën, fitoren kushtetuese, fitore edhe me spakun. Po, sepse zoti Rama do të dalë viktim, por në rast se zoti Rama do detyrohet që ta lëshojë, do të jetë për një hall personal në rast se ekziston një hall personal, sepse do të keni parasysh diçka dhe kam thënë vazhdimisht tek ju. Prokuroria e zvarrit dosjen tënde. Por gjykata është ajo që vendos. Por prokuroria mund ta zvarrisi për shkak se të ka një, do të thoya, një dashuri për shembull. Ka një dashuri, të ka një respekt për shembull. Por se ka probleme të syrit tani se jam në timon, por nuk është se po jap makinës, por kam ndaluar, por e vërteta është që prokuroria në këto momente kërkon arrestimin. Zoti Rama do bëj çfarë është e mundur që ai mos ta pranojë, mos ta pranojë këtë kërkesë. A i gjen në Tiranë, a i gjen në burg, a i gjen në shtëpi, nuk ka fare rëndësi sepse mjafton thjesht procedura që do ndiqet dhe do të mjafton thjesht vetëm se si zoti Rama përpara opinionit publik ka mashtruar duke thënë që Spaku është i pavarur dhe ndërkohë kur Spaku shkon tek njerëzit e tij, ai tregon qartazi që unë duhet t'i mbroj sepse tani u kujtu zoti Rama që pas kanë procese pa gjyqje, pa asgjë, pra për masat e sigurisë. Mendoj është loja e radhës, viktimizimi i radhës, po nuk ka rëndësi as do jetë në shtëpi apo do jetë jashtë. E rëndësishme është që Partia Socialiste në një moment tregoi manualin e vërtet, që është manuali i burgosjes edhe të kundërshtarëve politik të opozitës, po edhe të vetët. Thjesht vetëm të keni parasysh çfarë ka ndodhur në Turqi, do kuptoni çfarë po ndodh në Shqipëri. Avokat, faleminderit shumë për këtë analizë të shpejtë. Edhe ju falenderoj për ftesën.